ti marrësh qëndrimet e vendimet me mendje, domethënë me mendje të shkarkuar, të ftoftë, jo mendje të nxehtë, mendje nxehtë. Ka pasur sa për dietarë kur i kanë pyet për çështje ka thonë duhet më lënë me pjek këtë punë pak. Se son tallo që shtu merre përgjigjen. Pa e pjek pak apo do që pa çfarë të vesh ta më të gatshëm apo i ka të pjek këta. Pret pak apo. Pret pak. A ke pa të ndronë vëzër ai që tash për shembull janë do pemë që kanë vakën e pak medala po. E më ngut mi hongër para se medalë, valla s'm po pres. Çan do kur janë para vaktit pemt, as si shihen çfarë shije kanë apo e as nuk i lënë mu pjek apo, nuk privosh. Edhe e hanë tithtin, edhe privosh nga shija e duhre e pemë apo. Edhe i ka thonë dietarët kush e nxiton një çështje para kohës, privohet nga mirësia e asaj çështje. S'ka mundësi apo. Prandaj të vjen nisi çështja. Caktimi i Allahut është ti me pasi problem. Ta ka bëu Allahu kader që të kojshi, ta ka bëu Allahu kader që të bab, që të non, që të vëlla. Çka ke bëu? Caktimi i Allahut është. Ai të ka sprovuar me të pa çish posillet, çu bën sabër, çu po tregon besimin tën, moralin tën. Dikon e ka sprovuar me diçka tjetër, dikon me diçka tjetër. Allahu sprovon në forma ndryshme.